Shoqata humanitare Dora e Rinisë ka realizuar një tjetër aksion të madh humanitar, duke shpërndarë mbi 50 paka ushqimore për familjet në nevojë. Hasan Ibrahimi, kryetari i organizatës, në fjalë thotë se ky aktivitet u bë i mundur falë mbështetjes së vazhdueshme të donatorëve dhe mërgjimtarëve që kontribuojnë për të ndihmuar familjet në vështirësi. Ibrahimi thekson se aktivitetet humanitare janë të përditshme, sidomos gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Shoqata humanitare Dora e Rinisë është bërë një vepër humane, ku gati çdo ditë ka ndihmuar familjet nevojtare, falë donatorëve që na përkrajnë me vazhdimsi çdo ditë, fuqishëm. Ne sot do kemi një mega aksion ku do shpërndajmë mbi 50 paka ushqimore, vlen të theksohet që edhe çdo ditë deri në fund të muajit të shenjtë Ramazanit do kemi aksione humanitare. Aksioni i sotëm është mbështetur nga disa donatorë, kryesisht mërgjimtarë që jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit. Këtë aksion humanitare kanë mbështetur disa donatorë, janë dikushërit e mi të cilët jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, gjithashtu janë edhe di donatorë të cilët jetojnë dhe veprojnë në Gjermani, janë të njëjtit nga fshati Forin dhe janë disa anonim nga Gostivari dhe rrethina. Gjithashtu më lejoni që t'i faleminderoj të gjithë ato donatorë që na përkrajnë kaq shumë ndër vite dhe jam shumë mirënjohës. Ne do vazhdojmë të jemi të ato familje që më të kanë nevojë më së shumti gjatë këtij muaji të Ramazanit dhe gjithashtu vlen të theksohet se është edhe një kohë krize ku njerëzit më shumë t'i kanë nevojë më shumë se asnjëherë. Nga shoqata shtojnë se në këtë periudhë krize shumë familje kanë nevojë për mbështetje, prandaj solidariteti dhe ndihma e ndërsjellë janë më të rëndësishme se kur.